sot e ftuara ime është profesoresha e dizajnit Nora Halimi, ajo e cila vjen me përvojën e saj, me ndjeshmëri, por edhe me një rrugtim që definitivisht ja vlen të dëgjohet. Kam derën dhe kënaqësinë që pranove ftesën sot jesh pjesë e emisionit ton Prizma. Flasim për rrugtimin tënd si profesional ashtu edhe atë personal, sepse të dyja janë interesante realisht dhe gërshëtojnë në mënyrë perfekte njëra tjetrën. Faleminderit për ftesën, Flora, kënaqësi të jem në studion tuaj. Nora, unë dua ta nis nga rrënjët e tua, zakonisht kështu e fillojmë emisionin, sepse instinktivisht nxjerrim gjëra shumë të bukura, por edhe mësojmë për rrënjët e të gjithë mysafirëve dhe zakonisht ju kthehet buzëqeshja. Domethënë e nisim bukur me emocione që shpesh din të jenë të përziera, por të vërteta dhe shumë të veçanta. Dua ta nis me një figurë për të cilin ti ke folur, për gjyshin tënd, ai i cili ka pasur një ndikim shumë të madh tek nëna yte fillimisht, në një kohë ku unë do thoja që vajzat shpesh janë kufizuar, ai ka zgjedhur që ti arsimoj ato, nënën tënde dhe tezet e tua, për këtë gjë ke folur shumë. Më thuaj nga kjo distancë kohore dhe nga kjo që jeti sot, sa mendon që ka ndikuar krejt kjo në jetën tënde? Gjyshi ka qenë një figurë shumë e rëndësishme, jo vetëm për familjen tonë të ngushtë të gjerë, por edhe për krejt komunitetin, domethënë lokal dhe më gjerë, ka qenë valltari i parë dhe koreografi i një valleje të parë të realizuar domethënë prej vetë ti dhe ne gjatë gjithë fëmijërisë, si them, jemi rritur me figurën emblematike që ka qenë ai, pastaj ka qenë edhe, si them, edhe si imazh shumë karakteristik, i gjatë, vital, gjithmonë e ka karakterizuar ai plisi i bardhë që sfunda, si them, prej kokës deri në fund të jetës së tij. Unë e kujtoj me shumë mall sepse ka shumë pak kohë që është ndarë nga jeta. Është shumë e vërtet ajo që the, unë kam pas rastin edhe në emisione tjera ta përmend këtë si moment, pavarësisht kohës kur, domethënë, momenti që ka qenë shumë aktual në atë kohë, gjyshi pavarësisht rysnisë, ta themi, të shoqërisë sa asaj kohe ka qenë një kohë, po edhe ndikimeve patriarkatit, domethënë, edhe ndikimit të komunitetit për të mos si them, arsimuar vajzat në atë kohë, për çuditë të madhe të tre, domethënë, vajzat e familjes të mdhajat përpos një teze jetime që, domethënë, është shkolluar vetëm deri në shkollë mëshme, kanë mbaruar, si them, fakultetin, kanë mbaruar, domethënë, normale, në kështu me radhë, janë shkolluar dhe për kundrejt krejt të rysnisë që ka ekzistuar në atë kohë. Kështu që llogaris si vlerë të shtuar këtë moment që gjyshi, domethënë, nuk është se ka bërë, si them, një vesh që thonë i shurdhër kundrejt krejt atyre zhurmave që i kanë peguar vajzat asaj kohe të shkollohen. E qartë. Po për te i kësaj, në jetën tënde, ndikim të drejt për drejt ka pasur edhe figura e nënës tënde, ajo e cila jetën ja ka dedikuar arsimit, por edhe tre fëmijëve të saj. Ne kemi dhe ca fotografi që ndoshta do të kthejnë pak nostalgji dhe që ndoshta do të bëjnë që ti kujtosh sakrificat e saj. Në atë kohë, një grua me tre fëmijë e cila ka vendosur që t'i rrisë vetëm fëmijët. Më thuaj, si e kujton ti fëmirin tënde dhe cilat janë gjurmët që i ka lënë nëna yte në formimin tënd si vajzë, si grua dhe tani si profesioniste që je? Nuk e kam, do thoja, fjalorin e mjaftueshëm për ta përshkruar mamin, unë e them gjithmonë, një epitome e gruas së fortë, një heroin e vërtet, një grua me një ndjenjë dhe të sakrifice aq të madhe sa që tër jetën e vet ja ka kushtuar fëmijëve të saj, mua, bashkë me motrën dhe vllaun, një imazh më i bukur për mua në botë. Sot e kësaj dite, domethënë për te asaj që na ka rritur neve me shumë sakrifica, po u gjendet njësoj edhe nipave dhe mbesave të saj edhe nuk e imagjinojmë dot jetën pa prezencë me saj. Shumë e kuptueshme. Më thuaj, Nora, si ka qenë fëmiria yte me të, si ka qenë të rriteshe duke i parë krejt ato sakrifica në për të cilat ka kaluar ajo? Ti ke folur dhe në disa intervista tjera, por unë dua t'i kujtojmë ndoshta si nostalgji ato momente me cilat ti e rritur dhe që ndoshta të kanë ndikuar që ti të bëhesh një grua e fortë sot. Po mami me një karrierë të gjatë në mësuesi, po thuaj se 22-23 vite në qoftë se nuk gaboj, ka punuar si mësuese. Pjesën tjetër të kohës normalisht përpos
që na ka kushtuar neve dhe nevojave tona të asaj kohe, ka punuar edhe si rroba qepse për faktin se ka qenë nën që është kujdesur edhe financiarisht vetë për fëmijët e saj dhe ka qenë një, domethënë, pavarësisht asaj që ka kaluar ajo vetë, sepse nuk është e kollajt, nuk është e lehtë edhe sot të kujdesesh edhe të rrisësh 3 fëmijë vetëm. Imagjinon në një kohë kur si them presioni ka qenë i gjithanshëm për gratë që kanë qenë, si them, që kanë vendosur, kanë bërë zgjidhjen të divorcohen. Grua padyshim e fortë, unë gjatë gjithë fëmijërisë time që ka qenë jashtëzakonisht e lumtur, unë mendoj se asnjëherë se kam ndier nevojën e një prezence të prindit të dytë, ka qenë mami e vetë mjaftueshme, do thoja, asnjëherë se kam parë të ligësht apo të dobët përkundrejt krejt, si them, peripecive që e kanë shoqëruar jetën e saj. Unë them neves na ka munguar asgjë, e them vazhdimisht, por ama ajo që neves na ka munguar asgjë, neve të 3 fëmijëve të saj, unë besoj ka peshuar rënd mbi supet e saj. E qartë. Po në çfarë reflektohet sot forca e saj tek ti, Nora? Cilat janë tipare që ti ndoshta natyrshëm i ke përvetësuar, ndoshta në atë kohë i ke admiruar, por nuk e qenë e vetëdijshme që po i përvetësoje gradualisht në karakterin tënd. Çfarë reflektohet nga ajo? Unë besoj se as unë, as motra dhe vllau nuk e kemi forcën që ka pas mami dhe që e ka akoma. Edhe shpesh, domethënë, gjatë bisedave që kemi ndërmjet, domethënë, vllauja në fotografi, shpesh kur bisedojmë them mami jashtëzakonisht e fortë krahasuar, si them, edhe me situatën, edhe me gjëra që është dashur ti përballoj në jetë, ka shi neve të 3. E përmende vllaun, ai ka qenë pjesë e televizionit tonë, e njohim pra si figurë veganin, po shohim edhe motrën tuaj. Si ka qenë fëmijëria juaj e përbashkët? Ke nda jetën edhe me një motër edhe me një vëllak, do thoja të kompletuar. Unë sot do bëj një, si them, përshëndetje enkas për motrën time, sepse zakonisht ka qelluar që në për emisione kur ftohem, flas për mamin, flas për vllaun, flas për gjyshin, edhe për ata tjerë familjes, dhe ajo gjithmonë më qërton, thot, si ka mundësi që s'më përmend mua asnjëherë. E sot do ta përshëndesim bashkë publikisht dhe do flasim për të më shumë. Kështu që motra ime quhet Laura, është 4 vite më e madhe se ne, e kemi pas edhe si referencë edhe unë edhe vllau, për shkak se unë me veganin kemi vetëm 1 vjet e gjysmë ndërmjet. Një pjesë dërmuese të kujtimeve, domethënë mlidhen më shumë me vllaun shkaku i diferencës në moshë, edhe motra duke qenë se është 4 vite më e madhe, edhe përgjegjësia e saj për të qëndruar në krah mamit dhe për të na qëndruar edhe neve, domethënë në krah, ka qenë më e madhe. Një motër që do ta dëshironte ta ketë çdo kush. Unë kur e shikoj nganjëherë vajzën time kur diskuton, domethënë paralelisht me dashurinë që është për gjyshen që ka çdo ditë aty, për mua, për babin e saj, nuk e ndan asnjëherë as Dajën edhe as tezën e vet. Teza i thot. Nuk ka gjë më të bukur. Teza Laura. Kjo i bie që ju e keni plotësuar njëri tjetrin në aspekt karakterial. Kush si e ka bërë balansin? Në aspekt karakterial jemi shumë të ndryshëm njëri nga tjetri. Po disi pikërisht se jemi shumë të ndryshëm, domethënë ja kemi nevojën njëri tjetrit. Do thoja unë duke qenë se jam në mes të dyve, më duket sikur i kam mbajtur nganjëherë, më duket, sikur i kam mbajtur balansat, vegani më guzimtar, më, si them, i prirur, si them, të jetë revolucionar, të jetë vetvetja, ta shpreh mendimin e tij lirshëm, motra çik më e ndjeshme në këtë aspekt, po pa to se imagjinoj do të jetë. Tani në këtë periudhë të jetës që jeni, besoj shumë gjëra kanë ndryshuar, por jo edhe lidhja dhe marrëdhënia, po edhe nevoja që ja keni njëri tjetrit. Vazhdoni të keni këtë nevojë vërtet që të komunikoni çdo ditë, që t'i ndani gjëra, të konsultohesh me motrën apo të marrësh një mendim nga vegani, sa është me rëndësi kritika që ata ta japin. Qoftë ajo pozitive apo qoftë edhe ndonjë kritik tjetër, nuk e di çfarë do të qoftë. Te unë ka ndikim shumë të madh. Edhe nganjëherë shikoj edhe si them diçka pozitive, sepse më ndikon mendimi i tyre jashtëzakonisht shumë. Do
thoja sidomos i Viganit. Ja kemi nevojën shumë të njëri tjetrit. Unë me mamin dhe motrën jetojmë shumë afër, e kemi këtë, si them, dhurat, domethënë që ka ndodhur aksidentalisht, po që jam shumë, si them, e bekuar sa i përket këtij momenti. Vigani si natyrë, si them, e lirë që është, ka qef të eksperimentoj edhe me vendet e jetesës. Ishte një periudhë të caktuar në Shkup, tani e kemi në Prishtinë, na është bërë një shtëpi e dytë në Prishtinë, dhe kështu. Kush e di ku do na çoj kur t'i kujtohet që ta ndroj lokacionin. Pra, kjo është pozitive. Do keni gjithmonë një lokacion interesant për vizituar. E kemi edhe një grup që komunikojmë çdo ditë, grupi mban emrin e Gocës, vajzës time Larës, edhe për çdo gjë, edhe për gjëra si them më të përditshme, më të thjeshta, jemi në komunikim të vazhdueshëm. Pra e ndani përditshmërinë me njëri tjetrin. E bukur shumë. Përmende Prishtinën, Nora, nëse nuk gaboj, ti ke studiuar një periudhë në Prishtinë. Më thuaj cilat janë kujtimet më të bukura që i ndan me Prishtinën dhe çfarë është ajo nostalgjia të ç't mungon nga koha e studimeve. Çfarë ka ndryshuar te ti, ndoshta jetesa në Prishtinë, periudha e studimeve, çfarë kujton sot? Prishtina, e them gjithmonë është dashuri. Është, domethënë, kur je në Prishtinë, kur jeton për një periudhë kështu si them të vazhdueshme, ndjen ka njerë edhe mall për t'u kthyer në Tetov, domethënë në vendlindje, mirë, po kur shkëputesh totalisht, domethënë që nuk jeton atje, malli është shumë i madh për t'u rikthyer sa herë që si them na lejon koha dhe mundësit. Unë kam studiuar atje dhe çuditërisht kam qenë si them cimer bashkë me Viganin. Ai në atë kohë studionte arkitekturën në Prishtinë. E kujtoj si një periudhë jashtëzakonisht interesante, do thoja, të jetës. Unë edhe kur u regjistrova në fakultetin e arteve këtu në Tetov, pjesa dërmuese e profesorëve ishin nga Prishtina, për shkak se ishte ai fillimi që akoma universiteti nuk ishte i legalizuar, dhe kur bëra, si them, transferin ishte po e njëjta skuadër e profesorëve, sigurisht me shoqëri të re, kisha dhe miqësi që kisha ndërtuar që në Tetov që vinin nga Prishtina dhe nga vende të tjera të Kosovës, dhe një periudhë që domethënë do mbetet kujtimi i bukur gjithmonë. Bukur shumë. Tani kam një pyetje kështu për ty, Nora. Sa mendon që ndikon te një vajzë duke u rritur që dikush t'i thotë ti mundesh? Ne jemi rritur të 3 fëmijët me lirinë e plot nga mami. Unë kur e mendoj nganjëherë, domethënë është e çuditshme se si, domethënë na është dhënë gjithë ajo liri në një kohë që ka qenë e vështirë për të marrë, si them, edhe vendime, për të vendosur se çfarë do studiojmë, për të marrë vendime tjera, domethënë të rëndësishme të jetës. Kemi pasur lirinë absolute që sot nganjëherë, domethënë habitem, sepse edhe unë kam një vajzë edhe po vihem nganjëherë edhe në lëkurën e mamit tim në periudhën kur ne kemi qenë fëmijë. Po duket që ju ka besuar shumë. Besoj, domethënë, kjo liri na ka bërë që, si them, të ecim përpara, domethënë ta ndërtojmë jetën tonë me, domethënë, pa paragjykime, pa barierat natyrave të ndryshme që nganjëherë shoqëria, domethënë komuniteti ti dikton, dhe është një vlerë e shtuar, do thoja, e familjes tonë fal mamit. Domethënë ke mundur që ti bësh zgjedhjet e tua në liri të plotë, dhe kjo ka shumë rëndësi, besoj. Shumë rëndësi. Dhe kjo duket që është reflektuar në ruthinën tënde. Domethënë është Liria gjë e vetme që mendoj që nuk duhet bërë kompromis. Se e dim dhe kemi dëshmi të njerëzve që kanë bërë kompromis me lirin, pasojat kanë qenë shumë jo të mira, po do flasim herë tjetër. Tani dua të kalojmë tek pjesa më e bukur e ytja, tek vajza që e përmende, Lara, e cila ka dhe një emër shumë të bukur, një emër jo shumë të zakonshëm në vendin tonë. Dua të flasim pak për mëmsinë. E kam dëgjuar që e ke përmend diku, që e kam shty sa ka mujt lidhjen e vajzës, por pasi ka ardhur në jetë Lara, kam thënë pse se kam bërë më herët. Jam bërë pishman, po them të drejtë. Thuaj vendimin për mëmsinë, ka qenë karriera arsyeja që e ke shty pak të vendim? Unë jam shumë kundër dhënies së këshillave, vajzave të reja etj, por në këtë rast po bëj një përjashtim edhe po i them të gjithë atyre, domethënë vajzave që kanë dëshirën, se kjo është punë me dëshirë, që kanë dëshirën që të kenë fëmijë, të bëj 1, 2, 3, sa më shumë fëmijë, sepse janë, si them, jo vetëm që janë pasuri, po janë motivi, si them, për mua, momentalisht motivi i vetëm që mjet atë lumturin e përkryer, atë lumturin absolute. Dhe prandaj e kam thënë që jam bërë pishman që se kam bërë me kohë,
pavarësisht nga njerë, do më thënë presioni të mamit më pak sa që ka qenë presioni, do më thënë i rethit, i tezeve të mija, ishte një kohë që unë u thoja shumë edhe tezja i thoshte mamit, merja pasaportën dhe mos e le më të del jashtë. Unë duke qenë se njoh veten, unë jam natyrë shumë e përgjegjshme, e dija që në momentin që do kisha një fëmijë, do më thënë në mënyrë automatike do kufizohej si them liria e lëvizjes, liria e veprimit, dhe kjo ka qenë ndoshta arsyeja që e kam shtyr gjatë, por jam bërë pishma. E përmend presionin e rrethit për të bërë një fëmijë, po pastaj automatikisht vjen presioni kur do vi fëmia i dytë. E ke ndjer këtë presion? Po, e ndjer këtë presion? Këtë presion e ndjej ndoshta më tepër nga vetja tani se sa nga komuniteti, sepse vërtet unë duke u rritur me një motër dhe një vëlla, e dija të ndjesin se si është të kesh edhe motër edhe vëlla, e dija të ndjesin e ndarjes si të momenteve të bukura, si të momenteve si të vështira, ndryshe kur i ke antarët e familjes përreth, edhe këtë si të mvuajtje shpesh e ndaj edhe me mamin që më thot, ku i kishe mend kur të po të flisja unë? Që gjërat bëhen, po fëmijët do më thënë e kanë kohën e vetë, edhe kjo është, nga njerë, kur vinë mend thonë, ikin vend. Po gjithsesi e keni Larën që është një vajzë shumë e bukur. Dua ta nis nga emri. Kush e ka zgjedhur këtë emër dhe cili është kuptimi juaj për këtë emër? Çfarë jep rëndësi këtij emri? Dëgjoj, unë kam qenë, domethënë ky emër e kam ruajtur vite me radhë edhe atë me fanatizëm, aq sa nuk e kam darë edhe me antarët e familjes. Po, edhe thoja, në qoftë se unë do kem një vajzë, do ja lë emrin Lara, më pëlqente shumë. Burimi, do me thënë, prim ka ardhur ideja për ta parë, ju nuk e di ndoshta, do me thënë, është film pak më i vjetër, është filmi Dr. Zhivagos, aty ka protagonistja kryesore e filmit, emrin e plot e ka Larisa, po që në film shpesh do me thënë e quajnë shkurt edhe Lara, dhe është filmi shumë, do me thënë një film shumë i ndjeshëm, film kult i kinematografisë, do me thënë edhe ka një kolon zanore që e mban emrin e Larës, një kolon zanore jashtëzakonisht e bukur, dhe unë që atëherë që kur e kam parë filmin, do me thënë nga impresioni që kam marrë, do me thënë nga kjo kolona zanore, më është fiksuar që do me thënë në qoftë se do kisha fëmijë, do ja vendoja emrin e Larës. Dhe pasi do me thënë ngela 7 zëne në bisedë sipër, po i them mamit fillimisht edhe bashkëshortit, ishim në pushime, edhe i them, unë tani po ua tregoj emrin tim të preferuar, dhe në qoftë se ju më jepni një emër tjetër të dy, që mu mund të më pëlqej më tepër se ky emër, unë do ta pranoj. Po them dhe ke ditur që s'do ndrohej. Mami ka qenë, do me thënë, gjithmonë pro vendosjes së emrave shqip. Dhe madje gjysma e antarëve të familjes sonë të gjerë mbajnë emra që ua ka vendos mami. Kreshnik, Adelina, Ilir, Krenar, ku ta di unë, emrat të cilët kanë kuptimin e shqip. Edhe kur i thash, sikur i pëlqeu si emër, por tha, po mund të zgjedhësh edhe një emër shqip, por e pëlqeu si emër. Edhe bashkëshortit i pëlqeu emri, edhe unë thash, keni kohë, në qoftë se derisa të lindë Lara më jep një emër të dytë, dhe çuditërisht nuk më erdhi asnjë emër i dytë. Nuk më erdhi asnjë emër i dytë dhe i ngeli emri Lara, paçka se edhe të më kishin thënë ndonjë emër tjetër, kam përshtypjen se do t'i ngjete përsëri Lara. Edhe unë këtë bindje kam. Nora, më thuaj, në çfarë segmente Lara e ka ndryshuar jetën tënde? Ardhja e saj, çfarë ka ndryshuar përveç se prioritet i jetës tënde është zhvendosur dhe është gjithmonë ajo? Dhe gjithçka tjetër vjen në vend të dytë, të tretë dhe tutje. Flora, ku ta di unë, në gjithë shka. Do me thënë, ardhja në jetë e një fëmije të ndryshon, si tem, në kaq shumë, sa që edhe vetë, do me thënë, nuk do ta imagjinoja. Njoftohesh me dimensionet të veta të cilat nuk i ke njohur më herët. Do me thënë, i kam thënë, do me thënë, edhe mamit, nga njerë edhe me të shoqin kur kemi folë, duket sikur atëherë një dashurin tamam. Edhe unë i them Lara nga njerë më thotë, do me thënë, e kam pas komoditetin, do them jam e bekuar që kam edhe një punë të tillë që spaku kur zgjohem në mëngjes, çdo ditë për sa kohë, do me thënë jemi bashk, por 7 vite, Lara tani është në klasë të parë, unë çdo mëngjes zgjohem me ata. Dhe unë them nuk ka bekim më të madh se sa të zgjohesh me fytyrën e saj përpara. Pastaj nganjëherë dhe më ngacmon, unë kam qejf që i bëj fotografi shumë. Bile këtë pyetje kam dashur të ta bëj. Do me thënë vajzat zakonisht e kanë këtë, vinë në një moshë që nuk duan t'ju bëjnë fotografi. Edhe më imiton mua Lara, më thot
i thot gjyshes vet, i thot, mami thot kur zgjohem, më thot, dashuri yll hën edhe bën trek e bën kështu. Nuk e kuptoj se sa të çmuara janë këto momente për ne dhe që duam ti kemi me vete gjithë jetën në momente të ndryshme. Nga kjo energji kaq e bukur dhe kjo dashuri që po flasim për Larën, dua të kaloj në një pjesë tjetër. Nora, cila është frika yte më e madhe si nën? Në këtë kohë ku vazhdojnë të vendosen standarde për vajzat dhe gratë. Frika më e madhe, do më thënë, unë do e filloja, e them gjithmonë, unë nuk jam shumë natyrë religjioze, mirë po automatikisht kur ke fëmijë, kur shtrihesh në mbrëmje, do s'do të vjen si them një ndjesi që të bësh lutje. Dhe lutjet zakonisht i kam si them në adresë të Larrës edhe të antarëve të familjes së ngushtë, po pse jo edhe më të gjerë. Unë njëherë dua që Lara të ketë si them një jetë të rehatshme, ta jetoj një jetë si them në paqe, dhe tjetë e rrethuar me dashurinë e njerëzve më të afërt. Kjo është, si them, gjëja e parë që e uroj. Normalisht kam dëshirën që ta njeh edhe dashurinë, e fëmijëve nesër, fëmijëve të saj, to janë gjërat kryesore. Pjesa tjetër, pastaj pjesa e zgjedhjeve që do i bëj, sa i përket, si them, gjërave tjera që janë të rëndësishme në jetë, si zgjedhja e profesionit, ku ta di unë, zgjedhja e ndoshta e vendit ku do të jetoj e tjerë, këto më duken sekondar. E qartë. Po nëse na ndjek Lara në këto momente tani, ti vazhdimisht i thua sa po ajo hap sy, gjëra të bukura, gjëra shpirti, gjëra zemre. Por çfarë do i kishe thënë tani publikisht? Sepse jam e sigurt që është duke të parë me emocionet ashtu të bukura, që ndoshta këto fjalë do t'i përkthej ndryshe kur ta shoh këtë intervistë pas ca vitesh, nuk e di. Po, çfarë mund t'i thoja më shumë se sa e dua pafund edhe se do jem për krah saj, aq sa do kem frymë. E bukur shumë. Tani dua të flasim edhe në një segment tjetër që ndoshta nuk i jepet shumë rëndësi, po kur mungon ky segment, ne e dim se sa vajza dhe gra ndoshta kanë humbur karrierën e tyre, kanë humbur jetën e tyre dhe ëndrat e tyre. Mungesa e një partneri mbështetës, që ti e ke, të kundërt, domethënë ke një partner shumë mbështetës. Cili është roli i bashkëshortit tënd në krejt rrugtimin tënd, Nora? Dhe si ka qenë njohja juaj? Zgjedhja e bashkëshortit dhe them këtu edhe, domethënë, është reciproke, edhe buri kur zgjedh gruan, edhe gruaja kur zgjedh burrin është shumë e rëndësishme. Bën puna vaki që brenda një familjeje që është, ja për shembull ne 3 fëmijë, domethënë edhe nuk ndajmë mendime të ndryshme, kemi përplasje mendimesh, idesh etj. Dhe imagjinoj sa e vështirë është që mund të gjesh një njeri tjetër, domethënë të rritur në një rreth tjetër, të edukuar nga një familje tjetër, edhe që të përshtatet me ty. Tani edhe me bashkëshortin do thoja jemi karaktere të ndryshme, dallojmë shumë, por sa i përket aspektit që ti përmende mbështetjes, unë e kam pasur gjithmonë këtë mbështetje, sidomos në aspektin profesional. Dhe domethënë hezitoj ndonjëherë ta quaj si, domethënë se duket ngjan sikur kjo liri ju jepet grave nga bashkëshorti për të qenë të lira, për të bërë, si them, për ta zhvilluar karrierën ose për ta zgjedhur profesionin etj. Mendoj se është e drejtë që u takon në vetvete vajzave dhe grave, mirë po kur kanë mbështetje, si them, plus është një gjë për t'u vlerësuar. Çfarë është ajo me cilën ty të ka bërë për vete në fillimet tuaja, bashkëshorti? Ne jemi njohur në ambientet e fakultetit, ka qenë... Domethënë jeni bashkë të gjatë. Po, jemi që nga, si them, vitet e studimit. Edini ka studiuar pikturën në atë kohë, pavarësisht se sot nuk e ushtron si profesion, domethënë ka një profesion krejt ndryshe, po jemi njohur në ambientet e fakultetit dhe kështu ka filluar ajo njohja e parë dhe pastaj normalisht kemi ecur të dy bashkë. Edhe ai njësoj si mami më thot për punën e që vendosëm vonë. Më qorton, edhe ai është i bindur në këtë. Është me mami bashkë. Që nuk e kemi, si them, filluar këtë periudhën e prindërimit me kohë. Okej. Këtë pjesën e pasionit e pas keni të përbashkët që ka shumë rëndësi, besoj. Më thuaj në aspektin karakterial, Lara kujt i ngjan më shumë? Tani besoj ka nisur është në atë moshën që edhe mund ta dalloni në shumë pika. Është ky viti. Sikush është më shumë. Fizikisht është një miks interesant mes të dyve kur e sheh, por në karakter?
Edhe fizikisht, mendoj se është mix i të dyve, domethënë për ata që na njohin të dyve edhe si fëmijë, si të vegjël. Edhe si, domethënë, karakter, është pikrisht viti kur jep ato si them shenjat e para dhe më duket që edhe aty është mix. Nga kësaj përket kokëforcisë nganjëherë është më si them e kërkon atë që e don, duket si i ngjan më shumë si them babit të vet. Sa i përket ndjenjës ndoshta të empatisë, lidhshmërisë që kam unë me anëtarët e familjes, duket sikur më ngjan më tepër mua. Okej, pra që ka një mix interesant. Është ka shumë talent edhe për si them artin figurativ dhe besoj këtë e ka nga të dy anët. Patjetër, nuk ka se si të ishte ndryshe në këtë segment. Nora, çfarë do doje që Lara të bënte ndryshe nga ti në jetën e saj? E ke menduar ndonjëherë? Unë shumë vështirë, Flora, domethënë duhet kohë shumë e gjatë që të marrë vendime. Nuk jam shumë, si them, e prerë edhe nganjëherë i zvaris gjërat në mënyrë të panevojshme. Do doja që Lara të ishte, si them, më këmbëngulse në dëshirat e saj dhe të mos bënte kompromise në këtë aspekt. Dhe kaq, edhe të ishte e hapur, edhe, si them, ndaj vetës, po edhe ndaj botës. Okej, e bukur shumë. Tani dua të kaloj tek një pjesë që ty të bën ajo që jeti sot, është arti, me cilin ti jeton dhe me cilin jam e sigurt që e ke nisur edhe jetën tënde, sepse vi me një mision në këtë jetë. Unë mendoj që gjërat nuk ndodhin rastësisht as pak. Çfarë do të thotë arti për ty, Nora? Arti për mua nuk është vetëm profesion, është mënyrë jetese. Unë për sa kohë që si them jam e vetëdijshme për si them qenësinë time, mendoj se çdo gjë që si them kam bërë, çdo gjë që kam pas dëshirë në një mënyrë apo në tjetër është lidhur me artin. Qoftë ajo si them a ka qenë një libër i dizajnuar bukur, a ka qenë një veshje si them dizajnuar bukur, a ka qenë një palë kpucë apo ka qenë një përzgjedhje tjetër, domethënë, ku ta di unë, përzgjedhje se si do ta mobilosh unë them shtëpinë, mënyrën se qa filxhani do zgjedhësh për të pirë kafen, mënyra se si ti do të shfaqesh në raport me të tjerët, unë mendoj se është art. Edhe besoj, domethënë, kam qenë e bekuar, që si them i kam pas këto prirje do thoja, edhe që pastaj normalisht i kam zhvilluar edhe kam vendosur që tu përkushtohem. E qartë. E në këtë kohë të imazhit, mendon që jemi bërë pak më sipërfaqësor, nuk është se po i shohim gjërat më përtej, si e shetin nga këndvështrimi yt këtë pjesë? Jetojmë në një kohë edhe një realitet të imazheve që na serviren nganjëherë edhe përtej si them dëshirave tona, por unë mendoj se është e tillë koha që edhe ne si gjenerat që na ka prekur, domethënë, prezenca e madhe e rrjeteve sociale, ndikimi që kanë ato tek jeta e njerëzve, sidomos gjeneratat e reja, fëmijët tanë duhet disi t'i edukojmë në atë mënyrë që të ndërtojnë mekanizma se si të bëjnë seleksionimin. Sepse rrjetet sociale, domethënë, ofrojnë edhe gjëra që janë shumë të nevojshme, gjëra që domethënë sot të hapin shumë dyer, por ama duhet me pas kujdes sepse është do thoja si thik me dy presa. Duhen mekanizma vetë seleksionimi, domethënë se çfarë duhet pranuar dhe çfarë duhet refuzuar kategorikisht. E qartë. E kur jemi te dizajni, duhet të jetë çdo dizajn gjithmonë i bukur. Ne kemi krijuar këtë imazh që dizajnet duhet të jenë gjithmonë të bukura dhe nuk e mendojmë shumë atë pjesën funksionale. Nga një dizajnere, si do na përktheje këtë pjesë? Domethënë, unë e them në krahasim me artet tjera pamore, dizajni e ka të detyrueshëm, domethënë, aspektin funksional. Sepse me vetë faktin kur nis ti ta punosh një projekt, qoftë ai një dizajni një libri, qoftë dizajni një, ku ta di unë, ambalazhi etj, duhet menduar edhe funksionaliteti. Edhe po të dizajnohet një libër, ti duhet ta kesh parasysh se në qoftë se masia e shkronjave është shumë e vogël, domethënë e ket lexuesi vështirë, domethënë për ta lexuar pa pas si them probleme. Ose në qoftë se ta themi shkronjat janë shumë të mëdha, estetikisht nuk duket bukur, edhe pastaj normalisht edhe kostoja ekonomike dhe gjëra tjera që pasojnë. Kështu që funksionaliteti është gjë shumë e rëndësishme. Mirë po sot, domethënë dizajni ka arritur në nivele të atilla që përveç funksionalitetit, domethënë bëj dizajne të mrekullueshme që nuk e cënojnë edhe pjesën funksionale.
Okej, e qartë. E tani dua të kaloj të flasim pak për mësimdhënien, për ligjëratat, për studentët. Më bëj një paralelizëm studentët dikur dhe ata me të cilët po përballesh ti sot. Ka një dallim, ka një diferencë nga krejt përvoja yte? Unë gjithmonë e kam thënë, e ushtroj me shumë kënaqësi profesionin e mësimdhënies, më jep kënaqësi edhe normalisht si them fusha që kam zgjedhur, por edhe puna me studentët. Sepse disi, domethënë, gjeneratat ndryshojnë dhe duke ne dhënë dije për ata edhe domethënë marrim prej tyre, është një si them raport reciprok, një marrëdhënie reciproke. Tani, domethënë, kam pasur fatin ndoshta duke qenë në fakultetin e arteve, kemi pasur në vazhdimsi studentë shumë të mirë, jashtëzakonisht mirë, krijojmë ashtu marrëdhënie që saqë kur na ikin pastaj kur diplomojnë edhe na merr malli. Ndryshojnë gjeneratat, do thoja më tepër në aspekt të asaj, domethënë se si vijojnë nevojat e kohës, po jo në mënyrë karakteriale, do thoja. Janë po ato, domethënë natyra që vinë me etjen dhe me kuriozitetin e madh për të marrë njohuri të reja, dije sa i përket edhe profesionit, po edhe përtej profesionit. Është një, si them, marrëdhënie, domethënë që duhet, si them, ushqyer, edhe është një marrëdhënie që duhet përdisuar, do thoja, sepse edhe profesioni si profesion nuk është i njëjti ai që ka qenë para 10 vitesh, edhe ne vetë edhe si individ ne nuk jemi të njëjtët, dhe kështu që mendoj se duhet investojmë kohë në përditësimin edhe të vetes, po edhe të gjërave që na rrethojnë. E qartë. Çfarë është ajo që ti përpiqesh t'ua mësosh studentëve? Cila është ajo pjesa më e vështirë që ty ndoshta nga përvoja yte të duket sikur është pak më e vështirë t'ua japësh? Për te ligjëratave, për te mësimeve? Unë e konsideroj që më tepër se sa, si them, përcjellja e njohurive, e informacioneve që janë të natyrës teknike, e konsideroj më të rëndësishme stimulimin e kurreshtjes, stimulimin e kuriozitetit, sepse në qoftë se ne si mësimdhënës arrim që ta ngacmojmë studentin për të hulumtuar më shumë, pak rëndësi ka se sa informata apo sa njohuri do t'i japim sot apo nesër. Domethënë mjaftojmë që ta bëjmë atë të etshëm për të marrë njohuri. Qofshin ato prej mësimdhënësve, qofshin edhe prej burimeve pafund që sot, domethënë, janë në dispozicion të studentit. Dhe mendoj se kurreshtja, kurioziteti, është ajo që duhet mundohemi ta mbajmë gjithmonë, si them, që mos shuhet. Dhe mendoj që kur është artist i vërtet, kjo duhet të ekzistojë brenda. Thjesht duhet një buton që ta aktivizohet, ta ngacmosh. Dua të flasim pak edhe për ekspozitat e tua, Nora. Nuk je nga ato artiste që gjejnë çdo mundësi ndoshta për të ardhur me ekspozita, je më shumë e tërhequr nga cilësia për të sjellë në momentin e duhur diçka që ti e konsideron që ja vlen të ndahet me të tjerët. Përveç në vendin tonë, unë e di që ke pasur një ekspozitë edhe në New York. Më bëj një diferencë mes asaj se si u prit ekspozita yte atje edhe kritika që morën në vendin tonë. Është e vërtet, Flora, ajo që the. Unë jam, domethënë, më tepër më tërheq aspekti cilësor se sa sasior, domethënë nuk është jam nga ato që domethënë dua me çdo kusht që një ekspozit që e kam bërë ta barti gjithandej etj që të ekspozohem shpesh, kjo është shumë e vërtet. Këtu ka edhe një moment tjetër që un jam disi e shpërndar përpos ta themi punës profesionale, më pëlqen nganjëherë domethënë të bëj edhe kurimin e ekspozitave tjera, punoj edhe në përgatitjen e librave, domethënë kam pas edhe detyra të caktuara edhe në hierarkinë e menaxhimit të fakultetit, dhe kur je kështu e shpërndar, domethënë nuk është se edhe ke edhe mundësi shumë për të bërë ekspozita aq sa normalisht do doja. Jam ekspozuar edhe brenda vendit, siç the ti, edhe në New York, në Stamboll, në vende të caktuara, domethënë edhe të rajonit në Shqipëri dhe në Kosovë, herë edhe me pjesëmarrje në ekspozita kolektive. New Yorku është një, si them, e përmenda New Yorku, jo rastisht. Më është bërë telefoni nga këto, domethënë kaca faqe në Facebook dhe në Instagram që japin momente, domethënë në kohë reale të pjesëve të caktuara të qytetit të New Yorkut, dhe më duket se duke i ndjekur ato, sikur jetoj çdo ditë në atë qytet nga pak, një qytet, si them, magjik, ne duke pasur një qendër të
kulturo-informative, do më thënë shteti Maqedonisë atje, kemi pasur edhe fatin që të mund të ekspozojmë në atë qendër, por më tepër se sa të ekspozojmë, të marrim prej asaj që ofron ky qytet, me një numër pafund të galerive, të muzeve, me një si them me rrjedha artistike nga më të ndryshmet, thjesht është qytet që të frymëzon. Okej. Kur jemi të frymëzimit, tani me këtë periudhë, me këtë përvojë kaq të gjatë, çfarë të frymëzon Nora ty çdo ditë? Kohët e fundit e gjej të vështirë. Klishe kjo. E gjej nga njerë të vështirë për shkak se rutina na ngulfat. Kemi ato, si them, obligimet e përditshme familjare, pastaj obligimet e përditshme të punës që nuk janë gjithmonë, si them, kaq të bukura sa që duken, për shkak se kanë shumë edhe burokraci, edhe administrat brenda, do më thënë kanë gjëra që shkojnë përtej asaj që do kishim dashur të punojmë vazhdimisht me studentët, po unë jam një natyrë që, do më thënë, më pëlqen ta themi, ku ta diun, një kafe nga njerë, duke e pirë në një vend të caktuar mund të më frymëzoj, nga njerë një diskutim i ndonjë individi, që unë e çmoj, qofta i artist, shkrimtar, poet, mund të jetë frymëzues për mua. Zakonisht këto janë gjërat me të cilët si them frymëzohem kohët e fundit. Okej. Përmende librat, projektet, unë dua të shfrytëzoj këtë intervistë që ndoshta ta kemi këtë ekskluzivitet, ta ndajmë edhe një projekt shumë bukur në të cilin ti je duke punuar, ku ke fituar konkursin për libër të artit figurativ për shkollat e mesme, apo jo, për gjimnaze. Më thuaj pak më shumë detaje rreth kësaj? Flora, duke qenë se unë, do më thënë, 3 vite kam qenë angazhuar si prodekane në Fakultetin e Artit dhe, do më thënë, po më merte shumë kohë, do më thënë, angazhimi, projekte të realizuara gjatë asaj periude, edhe duke qenë se, do më thënë, nuk po e ushtroja të detyrë, kisha kohën dhe mundësin që të bëja diçka tjetër, edhe që kisha me shumë dëshirë. U hap ky konkursi i Ministrisë Arsimit për libër të artit figurativ për vitin e dytë në shkollat e mesme, do më thënë të gjimnazit, edhe është një shtëpi botuese në Tetov, Litera. Më propozoi që për shkak se konkurimi bëhet përmes shtëpisë botuese, më propozoi që unë tisha autore dhe do më thënë për një periudhë kështu si them intenzive, kam punuar ndoshta nga 12-13 orë në ditë, sepse do më thënë bëhet fjalë edhe para fate kohore, do me thënë, jo më lartë se para 3-4 ditëve, morëm lajmin që do me thënë ky libër ka kaluar. Unë jam shumë e kënaqur, besoj se do kemi mundësi tjera të flasim, se është një punë jashtëzakonisht serioze. Do me thënë më shtën nga shtëpia botuese, sepse nuk e kisha si informacion, që mbase do jem autorja e parë shqiptare, ka pasur libra që kanë pas koautor shqiptar, dhe këtu po veçoj dhe librat e gjuhës shqipe, se sigurisht janë të realizuar nga autor shqiptar, por në fusha tjera, mbase do jem edhe autorja e parë shqiptare, që libri i saj do më thënë normalisht të plasohet në për të gjitha shkollat e mesme në të gjithë vendin. Kënaqësi më krijon akoma më shumë kur e mendoj nipi si vjet ishte viti i dytë, thash, për pak nuk e pati mundësi që të mësoj nga libri i tezës, por me siguri mbesa edhe pse jo nesër ndoshta edhe Lara do kenë mundësi që të mësojnë nga një libër i cili më ka marrë goxha si them kohë dhe energji dhe kam punuar me një përkushtim maksimal. Që rastin të falenderoj dhe ftesën që ma bëri shtëpia botuese Litera, është një shtëpi botuese me një staf të mrekullueshëm që ka qenë si them pranë gjatë gjithë fazave, do me thënë të përpunimit të këtij libri. Atëherë, mua nuk mund kile gjë tjetër, vetëm të përgëzoj, sepse është një lajm shumë i bukur dhe bëra mirë që e ndalla publikisht. Faleminderit. Nora, jemi drejt fundit, pyetja ime fundit për ty është kjo. Nëse do kishe përballë veten tënde 20 vjeçare, çfarë do i thoje? Të guxoja pak më shumë, të isha më kërkestare sa i përket gjërave që më kanë pëlqyer, mos harxoja ndonjëherë kohë të panevojshme me gjëra kot, apo nga njerë edhe me njerës, që të marrin si them energjinë. Do i doja këto gjëra, po gjithsesi për te momenteve që mund të jenë si them dëshpruese, momenteve të acarimit, momenteve të zhgënjimit, unë jam shumë mirënjohëse dhe bekuar për aq sa kam. Do me thënë, unë jam
fillimisht e bekuar dhe mirënjohëse që kam një familje të mrekullueshme që gëzon shëndet të plot, një familje që për momentin jeton në paqe, sepse kjo është gjë shumë e rëndësishme në një kohë kur njerëzimi nuk po jeton si them ditët e tij më të mira, po ushtroj një profesion që e dua dhe mendoj se kam një karrierë krejt modeste pas vetes, por me shpresën se do bëj në të ardhmen më shumë dhe më mirë. Unë ti të përgëzoj për krejt rrugtimin tënd dhe të falenderoj sinqerisht shumë që vendose të ndash ca copza të historisë dhe të jetës tënde, të rrugtimit që të ka bërë ty kjo që je sot. Ishte vërtet shumë kënaqësi. Faleminderit për kohën dhe për respektin që bëre. Faleminderit shumë ty Flora. Intervista ishte e veçantë, emocionuese, jo si intervista tjera zakonisht me pamjet e anëtarëve të familjes, disi. Kjo është dhe ideja, sepse unë mendoj që shikuesit ka nevojë për vërtetësi, ka nevojë për ca dimensione të cilat nuk është se i njohim tek personazh të cilët thjesht shuhen në fushat e tyre profesionale. Kështu që faleminderit shumë. Ta ke shijuar këtë intervistë, kam shijuar shumë, ti si gjithmonë pozitive, solare, kështu që faleminderit. Kënaqësia ishte edhe ime. Faleminderit shumë edhe një herë. Të dashur miq, unë këtu e përmbyll këtë bisedë shumë inspiruese me profesoreshën e dizajnit Nora Elimi, ajo e cila ndau ca momente interesante, kishim emocione të përziera, ca gjëra të cilat vërtet e bëjnë jetën e saj të bukur. Unë ju falenderoj për vëmendjen, si gjithmonë edhe sot falenderoj Brendin Mango për veshjet e mia, ndërkaq ne do ritakojmë sërish nesër në terminin e rregull. Deri atëherë mirëmbëjtje.